Feja është përkushtimi yt, feja jote është sjellja jote. Ne nuk do të jemi iluzionarë, e të mendojmë se feja është vetëm të falemi, apo vetëm të agjerojmë, apo vetëm të japim zekatin, apo vetëm të kryjmë haxhin, apo dhe thjesht të shqiptojmë shahadetin dhe me kaq përfundon kjo punë. Jo. Këtu janë adhurime, rituale, dhe këtu janë natyrisht obligime të detyrueshme. Por ne në asnjë rrethon nuk do t'i marrim frytat e këtyre adhurimeve rituale, këtyre ibadeteve rituale, dhe as nuk do të arrijmë të qëllimet e tyre se Zoti i ka obligu këtu për ne, përveç pasi të jemi të saktë në një lloj adhurimi që ka emrin ibadeti i sjelljes raportet me njerëz. Pra, ky lloj adhurimi, i cili shpeshherë është inekzistent në mesin e shoqërisë muslimane, është realisht adhurimi kryesor, i cili tregon për fenë tonë, i cili tregon për besimin tonë dhe i cili tregon për përkushtimin tonë. Përkatësia jonë formale, fetare, nuk qënë as tek frytat, por as tek qëllimet e adhurimit. Pra nuk na bën dobi. Me vendos njeriu fotografinë e çabët në shtëpinë e tij apo në hyrje shtëpisë tij. Kjo nuk mjafton. Siç nuk mjafton njeriu me marrë një Kur'an dhe me varë në veturën e tij, apo në dyqanin e tij, apo t'i mbajmë në duar të spit me cilat e përmendin Zotin. Kjo thjesht nuk mjafton. Siç nuk mjafton, po ashtu shkojmë numre edhe 30 herë. Kjo nuk mjafton, po që se fejnë nuk e kemi kuptu si përkushtim, po që se fejnë nuk e kemi kuptu si sjellje. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtetë ti Muhammed, thot Allahu në Kur'an, je në shkallën më të lartë të sjelljes dhe moralit njerëzor. Pra Zoti e lavdroi pejgamberin ton Muhammedin me sjellje, me adhurimin e veprimeve, sepse sikur Zoti do të na thonë neve, krejt këto adhurimet rituale, namaz, agjerim, haxh, zakat, sadaka, e të ngjashme, e kanë për qëllim që me përmirësu sjelljen, raportin ndërnjerëzor. Pra kjo është një thirrje e fuqishme për një reflektim më të thellë në kuptimin e vërtet, në kuptimin e thelbit të fesë. Përtej formës e jashtme dhe rituale. Pra, kjo lloj thirrje na orienton nga thelbi dhe esenca e besimit, që është përkushtimi i sinqert dhe sjellja e mirë. Pra kuptimi i vërtet i fesë për te formës e jashtme dhe rituale është një prej objektivave dhe qëllimeve të fesë me cilën ka ardhur pejgamberi jon i fundit Muhamedi alayhi salam. Pra feja jon synon që njeriu për brenda tij ta edukoj, ta formoj, dhe kur njeriu bëhet i tillë, atëherë i tillë mund quhet besimtar, fetar me një fetari të pjekme. Sepse nuk është qëllimi i fesë edhe në esencë dini që Islami gjana sipërfaqësore, gjana dekor nuk i preferon shumë. Aja çka Islami nxit dhe fton është që njeriu të edukohet nga brenda e pastaj të reflekton në sjelljen e tij jashtë, duke qenë i dobishëm dhe duke qenë njeri i mirë. E pejgamberi Muhamedi alayhis salam kur është pyetur se cili është njeriu më i mirë, ka thonë khairun nas anfa'uhum lin nas. Njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Forma, sado që në situata të caktuara mund të ketë rëndësi. Kur flasim për fetarinë dhe fenë në fill, atëre pa përmbajtje është e zbrast, bash dhe nuk ka kur farë vlere. Feja jonë është përkushtimi jonë, sepse nëpërmjet përkushtimit ne i forcojmë raportet edhe me Zotin
po të njëjtën kohë i përmisojmë raportet edhe me robën, pra me njerëzit që neve na rrethojnë. Kur është pyet pejgamberi Muhamedi alayhi salam, pse ka dërguar Zoti si pejgamber në mesin e njerëzimit, mesin e botës? Wa laqad bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Zoti thot pejgamberi, më ka dërguar mua që t'i përsosi normat e moralit. Lusim Zotin që ta përmison sjelljen tonë, ta përmison moralin tonë dhe ta përmison raportet tona me njerëzit dhe raportet tona me Zotin. Allahumma amin.